Shënot në Sahihun Imam Buhariut dhe Muslimit një ndodhi që e përcjell sahabiu i njohur Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Një ditë vape, në një ditë të nxehtë, ishim duke ndejt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po tregon sahabiu se kanë qenë duke ndejt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Adi ibn Hatim, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përmendi xhehenemin. Dhe kur e përmendi xhehenemin, e kthei shpinën, e kthei fytyrën nga ana tjetër dhe tha: "A'udhu billahi minan nar." Kërkoj nga Allahu mbrojtje strehim nga zjarmi i xhenemit. Të dashur vëllezër, ky i nxehtë, këto ditë vape që janë kulminacioni i verës, destinës së verës dhe të nxehtit, këto ditëve neve të na përkujton vrasësinë, ashpërsinë e zjarmit të xhenemit, e të marrim porosi nga kjo ndodhi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që të kërkojmë që Allahu të na ruan dhe mbron nga zjarmi i xhenemit. Pastaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të njëjtën edhe një herë e përmendi apet xhenemin. Dhe kur e përmendi xhenemin, e kthei fytyrën nga ana tjetër, në shenjë mbrojtje dhe largimi nga zjarmi i xhenemit, se Allahu ja mundsoi ke Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me pa zjarmin e xhenemit. Dhe njeriu kur shef zjarm të fuqishëm nga natyra e tij është që me kthy fytyrën ose me mbrojt ballën. E pastaj tha: Allah, më mbroj nga zjarmi i xhenemit. Dhe ju drejtu sahabëve, shokëve të vet, dhe ju tha: "Ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin." Tha: o vllazën, o ju vëllezër, o besimtar, ruajuni nga zjarmi i xhenemit. Nëse smujni me diçka më shumë, bile me një gjysmë cope nga hurma. Me një copë të vogël prej hurmës, me qatë mbrojën nga zjarmi i xhenemit. Thonë dietarët, i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jepni sadaka me niyet që sadakaja të bëhet sebeb e shkak që Allahu t'ju ruan nga zjarmi i xhenemit. Nëse s'keni diçka më shumë me dhon sadaka, çat hurmë që e keni në dorë, çat kokë të vogël, daj një copë e pja dikujt. Dhe bane niyet që Allahu me këtë sadaka me trujt dhe mbrojt nga zjarmi i xhenemit. O vëllezër dashur, ky i nxehtë, gjithëve neve duhet me na përkujtu bamirësinë. Sikur që ruhemi dhe mbrojemi nga i nxehti i madh, e gjem një hije të vogël, një fllak të vogël, dhe mundohemi edhe rrugën me zgjedh, shohim ka kohije që atona me hec, që më rujt dhe mbrojt nga rrezet e fuqishme të diellit që i ka në këtë stin dhe në këto ditë. Kështu o vëllai jem, o besimtar, rujo me çdo punë të mirë të mundshme nga zjarmi i xhenemit. Nëse s'ki diçka më shumë, bile qatë hurmën e vogël që e ki në dorë një copë, daja dikujt, jepja, me njetë që Allah me trujt dhe mbrojt nga zjarmi i xhenemit. E tha pastaj, e nëse nuk gjenin kokë hurme me i dhonë dikuj apo një copë, atëherë tha: "Febi kelimetin tayyiba." Atëherë tha: "Bile një laftë të mirë thuja dikujt." Thuja një laftë mirë dikujt. Si ja vëllai e mirë. Zoti ta dhash çdo të mirë, Zoti trujt nga zjarmi i xhenemit. Allahu të bekoft, për hajër të koft. Gzi me paç në jetë. Nëse s'ki çka me dhon, lafët e mira i ki pa parë. S'dush me koni pasën e as shumë pasuri me pas për me a thonë dikujt një laftë të mirë. Se dhe lafi i mirë, edhe fjala e bukur, është nga shkaqet që neve na ruan dhe mbron nga zjarmi i xhenemit.